Në Slupçan të Likovës u shënua 25 vjetori i shpalljes së Karadakut zonë e lirë. Manifestimi përkujtimor filloi me 1 minutë heshtje për dëshmorët e kombit. Duke folur në emër të Këshillit Organizativ, Qenani Lazi u shpreh se kujtimi i ngjarjeve dhe njerëzve që i dhanë kuptim kësaj date nuk është thjesht akt nderimi, por përgjegjësi që duhet përkujtuar dhe përjetësuar ndër breza. Është detyrë jona që sakrifica e tyre kur të mos harrohet, por të mbetet udhërrëfyes për të ardhmen, tha ai. Në emër të familjarëve të dëshmorëve, foli Liridon Bajrami, djali i dëshmorit Ismet Bajrami. Ai kishte vetëm një kërkesë të mos harrohen dëshmorët, ata që sot e 25 vite i bashkojnë shqiptarët. Manifestimi u shënua edhe me disa pjesë artistike, ndërsa më pas u bën homazhe tek varrezat e dëshmorëve. Sot në këtë 2 maj, toka në këmbët tona nuk është thjesht një troll, por është dëshmi. Sot Slupçani nuk është thjesht një fshat, por është krejtiteti i qendresës shqiptare. 25 vite më parë në këtë datë, këtu u thye heshtja e rubriz dhe u shpall zona e lirë. Ishte koha kur djemtë më të mirë të Karadakut të rreshtuar nën emblemën e lavdishme të ushtrisë shkrimtare kombëtare, vendosën se mjaft ishte mjaft. Nuk ishte thjesht një betejë ushtarake, ishte thirrja e një populli që kërkonte dinjitet, barazzi dhe frimarrje lirshëm në shtëpinë e vet. Andaj, nga këtu ku vjen era liri, nga ky vend i ujitur me xhak dëshmori e i larë me lot nënash, kam një lutje. Mos t'i harrojmë ata që sot e 25 vite na bëjnë bashk, ata të cilët kanë vetëm një emër, dëshmor. Lavdit e rëna për lirin, nderim dhe respekt për gjithmonë veteranëve të ushtrive shkrimtare. Sot e bekoft kombin shqiptar.